studio. Në këtë pjesë do të kemi një çift që përveç jetës personale ndajmë bashk edhe punën, edhe projekte, edhe gjithçka tjetër. Për diskutu për këtë pjesë në studio kam Vlora Gashi. Vlora, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashk. Mirë se gjeta, përshëndetje. Si dhe Alban Gashi, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashk. Faleminderit për ftesën. Fillimisht më tregoni çush janë zakonisht vikendet tuaja. Është emisioni i vikendit, a keni kohë për njëri tjetrin, ndoshta për jashtë punës pak, më marrë me familje, me obligime personale, a edhe në vikend keni tematikat punës, përderisa ju lidhë dhe puna? Gjatë vikendit mundohem ka pak që të përkushtohem me familje, sepse kemi edhe 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë, por me që merrem edhe me artë, në më thonë ato idet ose gjanat që kemi me plasu ditëve në VM, i bashkë bisedojmë për tutje me vazhdu. Alban, ti që she gjatë vikendit, po besoj Vlora ka ma shumë punë gjatë vikendit. Jo me përgadit najsen, jo me nejt gati. Unë e pres shumë me knatësi vikendin, pushojmë pak ma shumë, zgjohëm ma vanë, se herave tjera se 2 të punojmë. Edhe e pres se shoqja Vlora ka shumë, ka ardhë vetën e kuzhinën e saj, edhe i përgadit ushqimet shumë mirë, edhe une atë ditë, 2 ditë vikendit i shijoj në maksimum. Në maksimum. Edhe duke pas parasysh që Albani është një për atyne që i shijon ushqimet. Na e kemi edhe një emision të kuzhinës, ka kënë edhe për emision të kuzhinës, Vlora në këtë rast me përgadit, Albani me vlerësu. Une atë jam 10 shella, ose ma shumë, se ashtu është një ndër. Që thashtë, a e meriton, a nuk gudzon me a jef më pak? Ja, jo, është e meriton. është ka pjesë të artit ti, përveç jetës familjare ose pjesës kulturore që kemi vazhdimisht aktiviteteve ose përdiqëmërisë, artë në vete edhe kuzhina. Cili është ushqimi i preferum që Vlora e bën, kështu që ty të pëlqen mas shumë? Mu tana të pëlqen. Për s'ka ushqim, qka të banë kjo, asë një vrejtës edhe. Ma shumë jam e përkushtume nga ona tradicionale, për arsye që nuk kam edhe dëshirë qaq për me zhdukat pjesë, po edhe ushqime tjera, dhe më thonë. Po. Edhe vikendit, përveç do më bojmë edhe vizita të familjarët, po edhe ndodhë shpesh që kemi edhe aktivitete. Dhe më onën punë, aktivitetet kulturore, ose prova me shfaqe, dhe më i bojmë edhe përveç, jo vetëm në orë të punës, po kur është nevoja e përshtatëm ekipeve punusës, fëmijëve, grupeve që bojnë prova në zonca, për shembull. Pas mundem me thonë që vikendin e keni totalisht pushim, varësisht që keni edhe agendën gjatë asaj kohe. Bazë të agendën.